Pas më shumë se 3 dekadash në kushte të amortizuar dhe probleme të përsëritura me ujin që depërtonte në Obore e Banesa, rruga Roza Lejnë në Shkodër po merr më në fund pamjen që meriton. Jam një prej banorëve të lagjes Mark Lula. Unë kam lënë këtë lagje, qysh se jam ba me majt men, këtë lagje e majt men me gropa, me ujë. Si ma kesh. Falenderojmë shumë Bashkinë Shkodër, zotin Benet Beci, si ka vu dorë, jena shumë të kënaqur. Unë jam edhe kësaj banori, kësaj lagje, për 33 viteve, do të jam shumë i sakt. Mund të keni ballën kronika tjera që mund të keni realizuar momentalisht, ka keni jashtëzakonisht keq. Falenderojmë Bashkinë si mas 33 vjeç në ranë mrapa këtë lagje, se na kanë mrapa mecit ton Shkodrës në këtë vend. Na kem pas një fat mallë si s'na ka rënë në smunje, për i banjave, për i tënave, si për tokës, a kanë mosh ky vend. Tash 30 sa vjet s'na ka ra kush mrapa. Konstruksionin e plotë të rrugës dhe degëzimeve të saj, një projekt që përfshin ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve, asfaltimin dhe ndriçimin e mbi 1.6 kilometra rrugësh të brendshme. Projekti i bashkëfinancuar nga Bashkia e Shkodër dhe Qeveria Shqiptare konsiderohet nga banorët si një nga ndërhyrjet më të rëndësishme për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe infrastrukturës në lagjen Mark Lula.